E shrefi I cili merre zgjidhje të mëdha për të shpëtuar Gurdalin nga duart e Kadirit, këtë herë bëhet shënjestër e mafias ruse, ndërsa Irmak është gati të verë jetën në rrezik për të mësuar vendodhjen e Gurdalit. Si pasojë e manipulimeve të Diçner, Nisan ngatrohet gjithnjë më shumë dhe fillon të besojë se e shref mund të jetë përgjegjës për vdekjen e afërës. Ndërkohë që e shref së bashku me ekipin përpiqet të gjejnë Gurdalin, ai njëkohësisht heton burimet e akuzave që janë ngritur kundër tij. Teksa Nisan lufton pa u dorëzuar për të zbuluar përgjegjësit e vrasjes së motrës së saj, e shref është gati të sakrifikojë gjithçka, si për të pastruar emrin e tij, ashtu edhe për të shpëtuar Gurdalin. Në episodin pasardhës, lidhja mes Nisanit dhe shrefit forcohet edhe më shumë, por Diçner ka plane të reja. E shref përballet sërish me rrezikun për të përfunduar në burg. Gjikdem, duke rrezikuar jetën e saj, arrin t'i shkatrojë regjistrimet, por kjo e shton edhe më tepër dyshimin e prokurores Selma. Kadir, I cili bie në kurthin e shrefit, kërkon metode të reja për të ruajtur pushtetin dhe reputacionin e tij. Ndërsa Nisan dhe e shref lidhen me njëri tjetrin më fort se kurrë, në prapasken Diçner përgatit të çojë planet e tij një hap më tej për të larguar Nisanin nga e shrefi. Nga ana tjetër, e shref me mbështetjen edhe të Hidirit vjet në ndjekje të personit misterios që po I shkakton probleme. Ndërsa në serialin Qyteti I Largët, në episodin e ardhshëm do të ndiqni. Zbulimi I lidhjes së Xhianit me Minen shkakton një krizë serioze mes Ailës dhe Xhianit, ndërsa Aila përpiqet ta fshehet xhelozinë e saj, përballë saj del Sadakat. Duke përfituar nga qëndrimi I ftohtë I Ailës ndaj Xhianit, Sadakat ushtron presion mbi të që të divorcohet. Teksa Aila mendon mbi ofertën e Sadakatit, ajo përballet me një dilemë të vështirë. A do të marrë një vendim për veten e saj apo për interesat e vjerrës së saj? Përpjekjet e Kajës për t'u martuar me Zerinin sjell me vete fatkeqësi të mëdha. Vendimi I Zerinit për të mbrojtur dashurinë e tyre dhe për t'i ndjekur pas e fut atë në një rrezik të papritur, ndërsa e shtyn në të ardhmen e Shahinit drejt errësirës. Ndërkohë Xhian përpiqet të arrijë një marrëveshje me palën kundërshtare për të shmangur lindjen e një asmërie të re gjaku. Alia e paftë të pranojë të vërtetën për Minen, lëkundet mes xhelozisë dhe urrëties në atë vit të hollë emocionale. Duke konsideruar veten si pengesë në marrëdhënien e Xhianit me Minen, ajo merr një vendim të rëndësishëm. Çfarë do të bëjë Xhian kur të mësojë këtë vendim? Nënshkrimi I kërkesës për divorc nga ana e Xhianit nuk rezulton as pak aq I lehtë sa e kishte menduar Alia. Përballë zemërimit gjithnjë në rritje të Xhianit, Alia e ka të vështirë të gjejë një rrugdalje, ndërsa ajo nuk arrin të bindë Xhianin, I cili këmbgul të mos divorcohet, një dorë ndikme I zjatet. Kur Xhian e merr vesh këtë, ai e humbet arsyen dhe fillon të veprojë shtyr nga xhelozia dhe zemërimi. Nga ana tjetër, Zerin dhe Kaja ndihen thellësisht fajtor që Shahin ndodhet padrejtisht në burg. I vetmi person që mund të rregullojë situatën është Demiri. Zerin pranon të martohet me Demirin në këmbim të shpëtimit të Shahinit. Por ekziston një sekret që Demir duhet ta di. Pasi e mëson këtë sekret, a do të vazhdojë Demiri të martohet me Zerinin dhe të shpëtojë Shahinin, apo do të nisë një luftë të re përballë një të vërtete që nuk mund ta pranojë. Ndërsa përpjekja e Ailës për t'u divorcuar dhe rezistenca e Xhianit raskapitin gjithnjë më shumë të dy, ata nuk mund t'i shmangin afrimin drejt një fundi paktim. A do t'jetë ky fund një ndarje përfundimtare apo një fillim I ri, në të cilin ata do ta kuptojnë dashurinë e tyre?